Dhe ta thëmë se në një moment nuk i kanë bërë ndonjë dëm të madh Iranit. Cila mund të jetë strategjia? Pushtimi shumë i vështirë të pushtohet një vend 90 milion banor. Unë mendoj që pushtimi është i përjashtuar, e vetmja rrugë. Both on the ground. E vetmja rrugë e depërtimit të pushtuesit, le të themi të amerikanëve, se Izraeli as bëhet fjalë fare. Shikoni është pjesa e Irakut. Po. Rrugë e depërtimit të forcave pushtuese amerikane, qofse do të vi ky skenar, është nëpërmjet Irakut. Po të shikoni gjeografin, që masive malore që janë aty. Pastaj do t'i duhet minimalja 6 muaj ushtrisë amerikane të grumullohet, të përqendrohet. Minimalja 6 muaj. Dhe unë mendoj që ky lloj varianti i pushtimit toksor nuk e ka. Më kam vetur në mendje Bill Gates, po ish sekretari i mbrojtjes, në mos gaboj në kohën e Clintonit, thoshte që në momentin që do kërkojnë një president amerikan do kërkoj të vendosi çizmën e ushtarit amerikan në shkretirat e lindjes mesme, duhet ta vizitojmë nga trut e kokës sepse nuk është me rregull. Tani strategjia tjetër. Nëse Irani vazhdon këtë loj force që mua nuk më duket se ata duan ta vazhdojnë konfliktin. Po se ishte veprim diplomatik i studiuar shumë një lajmëri. Por do vazhdojnë programin bërthamor. Cila është strategjia tjetër? Ta kthejnë në epokën e gurit, ta bëjnë kallame sepse nuk mundën dot. Shikoni, Irani një sekond me forcë ajrore. Me forcë ajrore, po përsërit kjo gjë do të varet shumë nga vendosmëria e vetë Iranit si shtet, e popullit Iranit. Unë mendoj që gjitha këto lloj konfliktesh i bashkojnë popullit. Po, e vërtet është kjo. Dhe nga vendosmëria e dy aleatëve të tij më të madh. Është ravizuar, kemi biseduar, kemi 3 vjet rresht që bisedojmë. Është ravizuar blloku. Po një blok i cili nuk u tregua shumë entuziast. Po kur 12 ditë zgjatën. Irani i kishte gjitha kapacitetet e veta që ta godiste Izraelin, siç e goditi. 12 ditë zgjati. Veprimet e këtyre dy të mëdhenjve aleat të Iranit do të dukeshin qofse konflikti do të vazhdonte, do të shtohej. Unë mendoj që specialistët të rusë dhe sidomos ata kinezë të kibernetikës, të mbrojtjes ajrore, edhe të forcave hapësinore, pra të këtyre raketave balistike, unë mendoj që ata janë në Teheran. Është në interesin nga ana operacionale po flasë, është në interesin maksimal të Kinës sidomos, të Kinës, të marrit të dhëna teknike rreth përdorimit të aviacionit izraelit në hapësirën ajrore, rreth përdorimit të F-35-ave. Qofse specialistët kinezë të mbrojtjes kundërore do të arrijnë që të gjurmojnë, të regjistrojnë elektronikisht gjurmën që le F-35 në ajër, ata kanë arritur ëndrrën e tyre. Sepse rreziku nesër i atij konfliktit i hallkës së tretë të zinxhirit që kemi folur, Tajvanit, është F-35 amerikane, është F-22 amerikane, është B-2 amerikane. Këto janë. Pra, amerikanët janë në supermaci vetëm në këto 3 avion. Sepse përmbajtëse kanë dhe kinezët, raketa balistike, raketa cruise, raketa hipersonike, kanë dhe kinezët. Destroyer të shumë të fuqishëm kanë dhe kinezët, raketa kundërore. Por kanë, të gjithë thonë që kanë një problem të madh, ende nuk e kanë provuar në terren se çfarë bashkëpunimi kanë mes armësh. Ajo është problemi i gjithë. Ai është problemi i të gjithë komandave të bashkuara dhe shtabeve të përgjithshme të gjithë botës. Nuk është vetëm i kinezë. Rusët, ukrainacët dhe amerikanët e kanë këtë eksperiencë. Ku e kanë amerikanët? Në luftrat që kanë bërë. Ka luftë e fundit e madhe që bën amerikanët kundër një kundërshtar i thujse të ardhur është po gjithsesi në 2003. Më mirë se manovrat ushtarake. Të gjithë shtetet, të gjitha ushtrit e kanë në doktrinë
luftimi i gjithë armës, po të shprehemi sakt shqip, luftimi i gjithë armës e ka në doktrinë dhe e shkruajnë zeza mbi të bardhë që është lloji më i vështirë i organizimit të luftimit, është bashkëveprimi i llojeve të armëve dhe të shërbimeve. Të gjitha kanë. Problemi është se kinezët e testuan në këtë luftën 5 ditore me Indinë, e testuan teknologjinë e tyre. Jo më moderne. Për shembull, gjuhëci kinez që e ka dhe Iraku, Pakistani, quhet IJ-10C. Ai që thuhet që rrëzoi Rafaelin po Rafaelin. E pranojnë të gjithë, tashmë që Rafalia ka i problem, ose ky gjuhëci kinez është goxha i përparuar në elektronik. Tashmë luftën e bën qipi elektronik. Ka i problem. Radari i avionit. Avionik si është radari i cili është truri i gjithçkaje, dhe distanca e raketave. I gjithë sistemi që përbën një platformë aerore, një sistema dhe radari është truri. Radari kryer funksionet e vëzhgimit, të kapjes aerore dhe drejtimit raketës. Kemi një problem që luftrat e sotme tregojnë që nuk mjafton më ajo 3 ditë kurs. Sa ishte trajnimi jonë, 3 muaj ishte? Jo, ku trajnimi i kujt? I aviacionit? I ushtarëve tanë në kohën e monizmit. Në kohën e monizmit, trajnimi bazë gjase 3 muaj. Po pra bazë? 3 muaj. Po pra. Pastaj, trajnimi Nëse nga fundi përfunduan që mbillnin patate, pas 3 muaj. Si ka, programi mësimor ishte 1 vit. 1 vit. Dhe vazhdonte trajnimi, po 1 vit ishte programi mësimor. 3 muaj ishte trajnimi bazë dhe 7 muaj... Sa përfshinte të trajnimi bazë? Trajnimi bazë është ta përgatitësh ushtarin nga ana disiplinore, nga ana rreshtore, të di të përdor armën, të bëj qitjet, të di të zbatoj urdhra taktik dhe të di ku e ka vendin në rresht, në skuadër. Qa roli ka? Mitralier, automatikës, granathedhës, mortaist, ndërlidhës, këto. Trajnimi kolektiv është i marrë është gjithë këto ushtarë në një skuadër, në një tokë, dhe t'i përgatitësh si të din të veprojnë në fushën luftimit për krah njëri tjetrit, të bashkëveprojnë me atë majtas djathas. Sepse edhe organizimi i asaj skuadre, që është 10, kjo skuadrë me 10 veta është organizuar në 3 grupe. Grupi i mbështetjes, në qendrën e cilit ishte mitralozi, dhe 2 grupet e tjera, të cilët veprojnë. Këtë nënkupton trajnimi kolektiv. Dhe në qoftë se do të trajnosh skuadrën dhe togën, e ke trajnuar nga trajnimi tjetër, faza tjetër e trajnimit nuk kishte të bënte me ushtarët, kishte të bënte me shtabet për të realizuar atë bashkëveprimin e armëve, të shërbimeve dhe të njësive dhe të reparteve me njëra tjetër. Pra trajnimi themelor, më kryesori, më thelbësori i një ushtërie është trajnimi i shtabeve. Në qartë. Është trajnimi i shtabeve. Kthehemi në ditët e sotme, zoti Çuko. Atëherë, jemi në një pikë të kthehemi në hallin tonë. Jo, hallin jonë do vim pak më vonë. Dua të mbetëm në hallin e Izraelit. Atëherë, thamë që ka një moment i cili mund të jetë programi bërthamor nëse, nuk e di, lexova një lajm, më duket iranianët ishin tërhequr nga traktati mos përhapjes. Kërcënuan që do të riqen. Po, kërcënuan që do të riqen. Kërcënuan që do të riqen, sepse është ky kundër veprimi, susta. Po ta shtysh fort ajo do të veprojë në të kundër. Në fakt, unë mendoj që iranianët drejtimin themelor të zhvillimit të forcave tyre godice e kanë pasur në drejtim të raketave balistike dhe hipersonike.
Dhe investimin e tyre. Mendon politikisht që regjimi ka marrë një lloj goditje apo duke qenë një regjim i mbyllur? Unë nuk mendoj që regjimi ka marrë goditje, unë mendoj që edhe kundërshtarët, se çdo regjim ka kundërshtarë të brendshëm të shumtë, dhe organizime të brendshme të shumta. Pikërisht shërbimet inteligjente, Mossadi izraelit këtu e ka pasur dhe bazën rekrutimit. E veprimit të tij të rekrutimit. Tek kundërshtarët e regjimit. Çështja është që kur ke këto lloj luftrash, këto lloj goditjesh, unë mendoj që shumicën e rasteve, historia na tregon që në shumicën e rasteve populli është bashkuar rreth udhëheqjes vet. Ashtu siç bën dhe Izraeli. Ndërkohë amerikanët unë e thash edhe në hapje, ka ndodhur një revolucion në mënyrën e veprimit të tyre ndaj Iranit, goditën. Mund ta thellojnë këtë vetëm nëpërmjet ajrit, të godasin rafinerit, Po pse? Të rritet çmimi i naftës? Jo kaq. Të nxjerrin, po ky vend bazën të eksportit hidrokarburëve. Të degradojnë fuqinë ekonomike të Iranit, po degradimi i fuqisë ekonomike të Iranit automatikisht mendoj unë sjell në rritjen e çmimit të naftës. Doktrina e Trumpit, e shprehu qartë ky sekretari i mbrojtjes, është imponimi i paqes me forcë. Ky ka qenë vija diplomatike e shteteve të fuqishme që nga koha e Aleksandrit të Madh. Pra, imponimi i paqes me forcë. Është ajo që e kam përsërit shumë herë. Fuqia është baza e ndërtimit të marrëdhënieve ndërkombëtare. Fuqia. Diplomacia bazohet gjithmonë mbi fuqinë, mbi forcën. E ka thënë Frederiku i dytë i Prusisë, diplomacia është një zanat që bëhet në hijen e topave. Në hijen e topave. Zoti Qugo, do doja të prekja pak edhe Izraelin. Kemi një lloj rënje të mitit të tij mbas bombardimit, sepse dije që ushtria izraelite nuk është e bazuar te thellësia strategjike, domethënë që të ketë një territor Ky dizavantazhi kryesor i Izraelit. Po, që të mund të bëhet elastik, të tërhiqet, të sulmojnë, të tërhiqet, është direkt mbas vijës së kufirit kanë qendrat e banuara. Gjithë këto vendet sunite, Arabia Saudite, Emiratet, Kuwaiti, e shikonin edhe si një lloj mbrojtësi, bile mendohet që paqja e Abrahamit do bëj pikërisht për këtë punë, që Izraeli në një farë mënyrë të mbronte. Kemi një lloj rënje të mitit me këto bombardime që bën, apo Izraeli tregoi prapë që është bullizues i lagjes? Izraeli tregoi që është apo është vërtet i fortë i lagjes? Është kocka më e fortë e lindjes mesme. Kjo është e vërteta. Ndërkohë, po e them edhe një herë që herë e parë në 80 vite, thojse 80 vite të shtetit izraelit, është herë e parë që izraelitët, popullsia izraelite pëson goditje mbi veten e vet. Është hera e parë.